Anë shmejë ndodhet kjo rrota me ngjyra dhe sot kemi për ta rrotulluar për herë të parë se cila ngjyrë do më mbije. Dhe ngjyra që më bie është ajo që unë do të ha dhe do të pi gjatë gjithë ditës. Pa humbur kohë, le ta rrotullojmë. Pra sot do të ha vetëm ushqime me ngjyrën blu. Duke filluar me mëngjesin, aktualisht është ora 8 e mëngjesit dhe logjikisht unë ha në mëngjes. Sepse di shumë mirë që shumica nga ju nuk han mëngjes, dilni pa mëngjes. Vetëm pini B52. Nuk e di, a ka ndonjë ushqim blu përveç manaferave që janë blu në natyrë? Do pyesim mirë chatin se çfarë do na thotë. Ushqime blu që hahen në mëngjes. Boronica, okay. Buk ose tost blu. Qumësh blu, pancakes blu. Ore po tall madhe bordi me ne kjo po ç'a? Smoothie blu, jogurt blu, muffins me boronica. Nuk e di kush është opsioni më i mirë këtu. Sepse nuk kam asnjë aton në shtëpi. Me sa duket os pas kam asgjë blu në shtëpi. Jo, nuk dorim pa ngrënë. Mi përzbritur poshtë marketit dhe le të shpresojmë që gjejmë një molto blu të paktën. Normalisht kur dola në shtëpi mendova se hey, pse mos blej një çumçakiz ose çumçakëz, si do shitoni ju? Përshëndetje, një paket çamçaks blu. Ju lutem. Patjetër. Faleminderit. Vendosa të marrë një orbit blu se, ngjyra blu, video blu, logjik, normale. Zakonisht blej Airways, por mendova që hajt po blejmë orbit sot sepse orbiti pas ka paketim blu dhe bom kur e hapa një zhgënjim total. Çumçakizi brenda saj ishte i bardhë. Ne do ta quajmë gjithsesi këtë si ushqim blu sepse është paketimi blu. Mendova të kthehesha te shitja me zemër të thyer dhe i thash që e di se diku do të çmunduri, por a mund të blej një çumçakiz blu sepse ndryshe jeta ime ndodhet në rrezik. Nëse nuk e kthej çamçakizin, jeta ime do të jetë në rrezik. Është vetëm çamçakiz, bir? Jo për ata që më ndjekin. Ai më pa drejt për drejt në sy dhe më tha se nëse nuk largohesh për 10 sekonda, do ta bëj jetën tënde vërtet në rrezik. Shiko më në sy, djalosh. Nëse nuk zhdukes nga dyqani im, jeta jote do të jetë vërtet në rrezik. E kuptove? Po. Atëherik. Kështu i ka aq shpejt sa një rish blu dhe u futa në një market tjetër ku kalova rreth 1 minutë plot duke analizuar çumçakizat dhe po shikoja se ku po zgjidhen në një diamant, por në fundit thjesht. Do sa të mbaj këtë orbiti me paketin blu sepse janë ato çumçakiza 10 lekë që kanë ngjyra ndryshme vërtet brenda, po shpresoj që nëse i provoj ato ose të kesh jetë mirë ose mos më dërgojnë në spital. Një nga këto dyja jam i kënaqur. Nëse gjithsesi orën e drekës e kalova me një Bay Cross blu që ishte i kripur dhe me një Eevee, por si se shikoni këtu, Eevee me paketim blu pas ka qenë me orange, me portokale, what the flip, çfarë po ndodh marketingu, nejse. Para se të kalojmë në dark, na duhet të ha vërtet një drek të gatuar nga unë, kështu që shkojmë në shtëpi. Për drek kam vendosur të ha makarona. Atëherë në hënë makarona, çome kësie. Duke filluar me lakrën e kuqe, ja kush dhe lakra e kuqe, vola, shumë e shijshme. Kjo do na ndihmoj që të bëjmë salcën blu. I got the sauce. Fillojmë me këtë. Mund të arrijmë të bëjmë vetë një salcë blu nga shtëpia, pa përdorur kimikate, kështu që do të prerë kjo si fillim, pastaj të vazhdojmë në hapat e tjerë. Pra, për ta bërë këtë salcë blu natyrale, na duhet pak lakër e kuqe, një goduj, pak sot buke, një lugë gjallë pose vaj dhe pak krip, hudër erza, shumë e thjesht. Kupton, do zgjeni, nuk do ne dëgjoni, okay. Kalim direkt te pjesa ku tregoj salca. Ja ku janë dhe makarona tu, pas salcë tektur, salca, wow, çfarë ngjyre, ka marrë ngjyrë vërtet blu. Ka një teksturë shumë të çuditshme, nuk e di, por që hajde po e hedhim tash dhe wow, duket vërtet jo e shijshme, nuk e di si do të ha këtë. Shpresojmë të jetë mirë. E trazojmë tash. Edhe hedhim në gjithë makarona dhe bum vërtet sepse janë blu. Shife teksturën. Lakër e kuqe by the way. Fusëm 2-3 herë të razuar dhe ky është rezultati në fund. Okej, duken shumë çuditshëm për makarona që jemi mësuar që i ham vetëm me salcë të kuqe. Ti provoja? Erdhi aeroplani, piu. Ore usada perujolla. Qa vape? Mirë. Nuk janë keq. Dhe këto vendosa ti haja sepse faktikisht ishte mbër, okay, duken shumë të këqija. Si shikoj edhe kjo salsa këtu që thua what the flip, çfarë është ajo, po. Faktikisht janë shumë të mira. Jap 7 nga 10, kështu që është një rating good. Në fund fare mbarova tëra sepse vërtet ja vlen. Nëse do të ta provoni, ja vlen vërtet.
Okej, kështu që pas darke mendova të bëj një shëtitje thjesht për të qetësuar mendjen, por jo, trurim, thash shko në supermarket se do gjej diçka blu. Hyra brenda çdo gjë normale derisa shikoj alkool blu, si ujë për smurfat, por jo, thash, jo, nuk po bi asgjë blu. Bum, kthehem dhe shikoj të bardh, po shitej të bardh, ishte sheqer i bardh me paketim blu. Ora çka kanë supermarketet sot vetëm me sponsorizim me ngjyra blu, se po bëj un challenge blu. Pastaj rafti këtu ishte i mbushur komplet me Oreo. Por vendosa që të marrë këtë kreksun këtu dhe guni. Por mora me vete vetëm një B52 dhe hera parë që përprovoja ishte pa sheqer, pa gjumë. Në 3 mëngjesit kam fjetur kur e piva këtë dhe e piva në orën 9 të darkës, kupton, nuk më ka zënë gjumi, nuk e di çfarë kam nejse. Në fund bleva disa M&M's dhe disa më ranë më tokë, po unë po ha vetëm ato që ishin me ngjyrë blu. Dhe po regjistrova me cilësi kaq të ulët këtë pjesën këtu sepse është filmoni patate blu, mos i bezoni ngjyrës blu, as alkoolit, as sheqerit dhe as M&M, vetëm bini ujë, nëse ka ngjyrën blu, okay. Po mirë, tani këtu kishte pak gjëra blu, po sytë e mi pse duken aq të kuq aty se marr vesh. Bra gjas masi kur hedha këtu, po thjesht i futa prapë që ti ha nesër se pse. Që është fundi 24 orëshit, vendosa që hajde luajmë disa lëra që kanë karaktere me ngjyrë blu, domethënë. Është shumë të vjetra nostalgjike, kështu që hajde luajmë pak. A do li një error? Okej, Free.com nuk është Free original që ka ishte më parë, por është thjesht një vazhdimësues. Vazhdimësues i thonë? Mund të ndryshojmë karakterin, ta bëjmë customize si duam ne budalliqe, ta bëj pak lojën e madhe. Okej. Me shigjeta, jepi. Me një këm. Whatever. Okej. Jemi shumë brapa, shumë brapa. Është me shigjeta, po prap gjithsesi nuk po. Mos u skualifikova i ka shumë shpejt, okej. Pse andezi me kokë start. Ku vete, mo. Ja kusht. Vëndi tret, okej. Shoshe, le të shikojmë a do t'i pëlqej ideja jon e të bërë një akollore, një smoothie, çfarë do që po bëjmë blu, okej, e lëm të lartë. Nuk dallet asgjë aty, kështu që po e ish. Me manafera. Okej, doli okej. Çka ka tjetër? Çokoladë. Okej. Pse më burr? Qëra fjalla kam këto Skittles do thoya, po janë M&M's. Nga disa jashtë, siç e patet e video që kisha dalë, do ham vetëm këto blut. S'kemi çfarë të bëjmë. Këto të tjerat nuk do t'i hedhim poshtë, thjesht do t'i latu për ditën tjetër. Bra blu. Something like